Damian Gjiknuri zhvilloi takim me vajzat dhe gratë e njësisë administrative në Novosel, duke vlerësuar kontributin e tyre si forcë e fuqishme për Partinë Socialiste dhe për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Gjiknuri pohoi se është kënaqësi që rikthehet në këtë njësi, që për atë është bërë si njësia e tij e dytë, për shkak të mikpritjes por edhe për punët e mira që ka bërë për zonën. Gjiknuri theksoi se ujësjellsi për të cilin u financuan 8 milionë euro ende nuk ka përfunduar, duke theksuar se do të merret në veçanti me këtë çështje, që të përfundojë edhe pjesa e mbetur deri në zgjidhjen përfundimtare. Në fund të takimit, Gjiknuri shprehoi besim tek mbështetja masive që vajzat dhe gratë e Novoselës do të tregojnë ndaj Partisë Socialiste më 11 maj, siç e kanë treguar për herë. Unë kam shumë kënaqësi, unë jam në këtë njësi më zbërë si njësia ime dytë. Për shkak të miqësisë kam gjetur, po dhe punëve që kam bërë. Ujësjellsi që investuam 8 milionë euro, po jo ja fjalën që do merrem posaçërisht me të, që të përfundojë edhe pjesa mbetur dhe uji të jetë në shtëpitë tuaja. Për sa i përket investimeve të tjera, ju e dini që kam bërë gjithçka për energjinë elektrike, për rrugët mes fshatrave e shumë gjëra tjera. Por nuk kemi mbaruar punë. Ne të gjithë bashkë siç jemi këtu, do të marrim një rezultat shkëlqyer, ku do unë do të ndjesha shumë i nderuar, po vlerësova nga ju. Atje do të ndjesha diamanti vërtet. Po të kem votat e zonjave të mrekullueshme të kësaj zone. Vetë vajzat dhe gratë e njësisë administrative të Novoselës, duke pohuar se do të vijojnë të mbështesin Partinë Socialiste, e cila do të vijojë me projektet e mëtejshme për këtë njësi për Vlorën dhe për Shqipërinë, me perspektivën për të çuar vendin drejt Bashkimit Evropian. Ato deklaruan hapur mbështetje më 11 maj për Gjiknurin, duke cilësuar si njeriu që premtimet e dhëna i ka kthyer në punë konkrete për zonën, duke ofruar modelin e përfaqësimit të duhur. Ne tregojmë se zona jonë ka gra dhe vajza të cilat jo vetëm janë aktive në jetën e përditshme, por edhe në politikë. Unë kërkoj nga të gjitha ju mbështetjen për Partinë Socialiste, për këtë mandat të rëndësishëm të cilin do të çojë Shqipërinë në një hap më të rëndësishëm në Bashkimin Evropian. Bashkë me votën për Partinë Socialiste, unë kërkoj nga ju votën tuaj, mbështetjen tuaj për kandidatin Damian Gjiknuri. Si një mik i zonës dhe jo vetëm, për aq kohë sa i ka shërbyer në qarkun e Vlorës. Ju uroj mirëseardhjen zotit Damian Gjiknuri dhe suksese në fushatën elektorale. Doja t'ju uroja suksese zotit Damian Gjiknuri dhe si një re Novoselës do t'ju ofroja të gjithave që të votonit Partinë Socialiste me në krye zotin Edi Rama për të mirën e kësaj Shqipërie, për të mirën e Vlorës dhe gjithashtu të votonit Damianin, sepse e sigur që ai ka bërë dhe do bëj edhe më shumë për këtë vend.